Do të ishte një kërkesë vetme ndaj ish studentëve, respektivisht nxënësve tuaj? Mos me lënë arsimin anash. Kjo është, Mos me lënë vetëm një kërkesë, kjo është. Mos me lënë arsimin në duar të njerëzve që nuk janë kompetent. Sa arsimi nuk është profesion, puna si më thonë, si të poshtë emision. Emisionin me krye duhet me pas edhe dije, edhe guxim, edhe natyrisht me qenë njeri i pastër. Faleminderit. Një kërkesë juaja? Po, s'kam, them sinqerisht, jo veç në paralelen e vjosës, po edhe në disa klasat të tjera që, sidomos në drejtimin e shkencave, kemi pas vërtet nxënës shumë të fortë. Sigurisht kanë shkuar edhe te profesori që përmendi pak më përpara, nxënës që janë orientuar në shkencë dhe kanë reflektuar atje shumë mirë. Po ju them sinqerisht, ndoshta disa herë ju kam drejtu me këto fjalë disa nxënësve, ndoshta edhe vjosës, që po ta kisha këtë njohuri, edhe këtë vullnet, edhe këtë kushte dijet, edhe ne i kemi pas të vështira, kur kam filluar në 56-ën, e derisa kam përfunduar kështu. Nuk kanë qenë të mira, po ta kisha njohurinë e saj edhe disa të tjerëve, po them sinqerisht, ndoshta do të arrija edhe vetë ma shumë. Unë kam qenë nxënës mesatar, vjosa nxënës e shkëlqyeshme, dihet me punë rrihet gjithçka.